Interkoneksioni 400 kV Shqipëri Maqedoni do të nisë punimet brenda vitit 2017, ndërsa pritet të përfundojë në 2018. Kjo u konfirmua pas një vizite zyrtare që Ministri i Energjisë Damian Gjiknuri zhvilloi në Maqedoni, ku u takua me Ministrin e Ekonomisë Bekim Neziri. Në takimin e mbajtur në qytetin e Strugës, dy ministrat firmosën një memorandum bashkëpunimi në sektorin e energjisë dhe theksuan kushtet e favorshme të dy vendeve për zgjerimin e bashkëpunimit në energji. Besoj që deri në vitin 2017 do të fillojë ndërtimi konkret i kësaj linje për të vënë në funksion në vitin 2018. Tashmë mjetet financiare për financimin e këtij projekti janë siguruar nga të dyja shtetet, kështu që projekti thjesht do të marrë kohën e tij për të kompletuar. Interesi, siç u tha nga ministri, është shumë i lartë sepse vendet tona, tregjet tona energjetike tashmë do të ndërlidhen fizikisht, pra Shqipëria, Maqedonia, tregu bullgar, tregu serb. Ministri Neziri vlerësoi se realizimi i këtij projekti të rëndësishëm ndikon në përmirësimin e situatës së furnizimit me energji elektrike dhe në më shumë siguri energjetike për të dy vendet tona, por më tej edhe për rajonin. Mes dy ministrave u diskutua edhe në lidhje me hapësirat e bashkëpunimit të mundshëm edhe në kuadër të projektit të korridorit jugor të gazit.